Ditën e djeshme Bitcoin, sikur se e pam së bashku, preku nivelin më të lartë në histori, prej $112.000 duke e kaluar nivelin më parshëm prej rreth $109.000. Ndërkohë ditën e sotme ka humbur lek të rem, por megjithatë vjon tregtohet sërish pra niveleve më të larta historike. Ne më gjërësisht do diskutojmë me zotin Dorian Kane, eksperti tregu të kriptomonedhave. Zoti Kane, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Atëherë, faleminderit për ftesën. Ditën e sotme Bitcoin ka rënë lehtë drejt nivelit të $110.500, por gjithsesi ditën e djeshme u rit në $112.000. Në këndvështrimin tuaj, cilat kanë qenë disa nga arsyet kryesore që e rritën kriptomonedën më të madhe në botë në këto nivele? E para që do thoja është që ka arritur një pik në tregun e monedhave virtuale, sidomos Bitcoinit, ku njerëzit po fillojnë dhe po blejnë akoma më shumë dhe nuk po shesin. Kjo është shkaku i parë që ka arritur Bitcoinit të thyej këtë rekord çmimi nga $109.000 në $112.000 dhe me sa kam lexuar dhe kam parë thuhet se mund të shkojë deri në $125.000 dhe aty më pas mund të vendoset le të themi dhe pjesa e tavanit, nëse do vazhdoj të arritet akoma më shumë apo do ketë ulje deri në një pik tjetër që mund të jetë afër tek 100.000 ose poshtë në saj. Ndërkohë, për sa i përket kapitalizimit në treg, vjet re një rritje konsiderueshme. Vetëm Bitcoin ka prekur $2 trilion duke të kaluar edhe kompani gjigante, sikur se mund të jetë Google apo edhe Amazon. Tashmë nëse i marrim si asete, aseti më i vlefshëm përpara Bitcoin është pikërisht metali verdh, është ari që qëndron në vend parë për sa i përket kapitalizimit, që ka edhe për shkak se konsiderohet si një aset i sigurt. Por në këtë linjë, mendoni se edhe Bitcoin po i afrohet gradualisht statusit të arit që preferohet nga investitorët? Besoj që do duhet akoma shumë kohë që Bitcoini mund të arrijë të jetë një kundërshtar i mirë me arin, duke qenë se deri tani është kundërshtar i mirë me kompanitë që janë të renditura nga $2 trilion, por le të shikojmë në historinë, Bitcoini ka rreth 15 vite, që është në treg, ku njerëzit po e shikojnë, po investojnë edhe po studiojnë, tërë historikun e tregtimit që është bërë. Do duhet shumë kohë, që të arrijë të afrohet akoma arit, por besoj e gjitha kjo do jetë pjesë e tregut, që do e vendosi se si do arrijë. Mund të kalojë të tëra kompanitë të jetë aseti i dytë më i vlefshëm, por besoj që konkurenca është shumë e fortë me arin, duke parë përdorimin që ka ari dhe vlerën që i jepet që gjithkohës. Dhe ka përdoret prej shekujsh si monedhë, pastaj si aset për të ruajtur si rezervat njëkohësisht edhe për të mbrojtur ndaj luhatjeve. Ndërkohë, zoti Kane, në këndvështrimin tuaj, ka kriptomoneda të tjera përveç Bitcoin që kanë performuar mjaft mirë, sepse shpeshherë të paktën ato 6 kriptomoneda që ne shfaqim në ekran, nëse ka një lajm të mirë për njërën, tradicionalisht rriten edhe të tjerat dhe kundërta ndodh kur ka lajme të këqija. Pra të rreqin njëra tjetër në një farë mënyre. Po, deri tani kriptomonedat më të preferuara për ata tregtarët që duan t'i blejnë dhe investojnë në to, dihet janë në top 10 e kriptomonedave që mund të shikojmë tani aktualisht në treg. Ethereumi ka patur një performancë shumë të mirë në këto 2 javët e fundit, duke ndjekur nga mbrapa Bitcoinin në rritje. Kemi XRP-n që ka shumë vendime dhe diskutime me banka të ndryshme në botë, ku po mundohen se si mund ta implementojnë këtë më shumë si sistem sesa si kriptomonedhë, pra diskutohet rreth saj dhe gjithashtu kjo sjell edhe spekullime shumë në çmim në kësaj monedhe. Solana gjithashtu ka patur shumë rritje të vazhdueshme për shkak se ka një tërheqje shumë të mirë ndaj përdoruesve të rinj, pra pjesa e Gen Z, këto
studentët, në këta fillestarë që futen në treg, domethënë në vend gjithmonë të këto monedha që kanë edhe një çik farë marketingu Po, që është pak fani, domethënë që i tërheq më shumë. Ndërsa Bitcoini, Ethereumi duke se po kalon më shumë tek ta investitorë që janë strategjik, që mundohen për një afat kohë të gjatë, që mund të jenë edhe institucione në disa raste. Dhe më pas janë disa të tjera, kemi Dogecoin që është më shumë si shaka, si meme, do më thënë që po. ka spekulime dhe përdoret më shumë për të bërë gjëra fani. Këto janë ato më kryesore që gjithë flasin dhe gjithashtu Dhe të ka dhe rriqen. disa po, që të rriqen nga tregu dhe janë dhe ato që duke qenë se kanë një çmim më të lirë nga Bitcoini dhe Ethereumi, t'japin dhe atë ndjesinë që dhe fitimet mund të jenë të mëdha, në qoftë se futesh me atë syrin e një investitori në këtë treg. Ndërkohë, zoti Kane, gjithmonë më shumë Bitcoin po preferohet nga investitorët, ata institucional, sikurse e thatë edhe ju, dhe gjithmonë më shumë ka një ecuri të drejtë me tregun e aksioneve, sidomos me indeksin e teknologjisë së lartë Nasdaq. Mendoni se kjo vjen për shumë e shumë arsye duke nisur nga listimi në të quajturat fondet ETF në burs apo fondet të tregtueshme në burs deri tek rregullimet që ka premtuar presidenti Trump apo edhe krijimi i një rezerve strategjike në pikërisht në asete digjitale. Po, kjo ka të bëjë shumë për faktin se ETF po arrin, do të thënë që t'i ofroj shumë përdoruesve në Amerikë, në tregun amerikan, mundësinë që ata të bëjnë një diversifikim të portofoleve të tyre. Pra, përveç arit dhe aksioneve që kanë në kompani të ndryshme, ata po preferojnë të investojnë edhe një pjesë, të themi, të fondeve që kanë për këtë vit 2025 ta edhe në Bitcoin. Kjo e bën të mundur, do të thënë, që edhe çmimi i Bitcoinit të rritet dhe duke qenë se këta e kanë këtë lloj investimi për një afat kohe të gjatë, minimumi mund të jetë nga 2 vite deri në 5 vite apo 10, kjo e bën të mundur këtë që kjo sasi e Bitcoinave të hiqet nga qarkullimi. Po. Pra, një sasi e limituar e një aseti që ka vlerë hiqet nga qarkullimi bën të mundur që çmimi të vazhdon të rritet akoma më shumë. Përveç kësaj është edhe pjesa që shumë kompani po përdorin në investimet e tyre në Bitcoin me idenë për të shitur më pas stokun e tyre që ata kanë si kompani që jep edhe dividend gjithashtu. Dhe në një mënyrë jo të drejtë për drejtë, një le të themi investitor i thjesht në Amerikë investon në një kompani ku ajo kompani ka një sasi Bitcoin është në gjendje. Pra, Po. në mënyrë të drejtë për drejtë ata janë pak a shumë të përfshirë në Bitcoin, por nëpërmjet një kompanie që ka një stok tjetër, ka një industri tjetër, do të thënë, thjesht ky alokim i mundshëm ka bërë që në një anë tjetër shumë kompani ta përdorin këtë si strategji më shumë për të rritur vlerën e stokut të tyre, pra. Dhe pikrisht në këtë linjë, zoti Kane, kompanitë publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rritur me 31% zotërimet e Bitcoin nga fillimi i këtij viti në totalin e 349 miliard dollarëve. Kjo shumë përbën 15% të gjithë totalit të Bitcoinave që janë në qarkullim. Pikrisht, ajo që thatë ju, kur ka tërheqje, ngelen më pak, çmimi rritet edhe koma më shumë dhe gjatë 2025-ës Bitcoin është rritur me më shumë se 19%. Ka skenare të tjera që thonë se pikërisht për shkak të inteligjencës artificiale, politikave rregulluese që do të bëjë administrata amerikane e shumë arsyeve të tjera, Bitcoin mund të shkojë në fund të këtij viti deri në $250,000. Është një skenar i realizueshëm në kundërshtrimin tuaj? Duke parë që Bitcoini ka një sasi të limituar dhe ky si trend po vazhdon dhe amerikanët janë shumë të tërhequr ndaj këtyre trendeve Po. kur shikojnë që një kundërshtar i tyre ka sukses ose një kompani që është konkurrente e tyre ka sukses në këtë gjë, pra arrin të ketë fitime edhe në një kohë shumë të shkurtër, edhe në një kohë prej 3 muajsh, ata si kompani mund të realizojnë fitime shumë të mëdha për shkak se kanë një alokim të
fondeve të tyre në Bitcoin. Kjo si trend vazhdon dhe përhapet të gjithë, por duke parë si një ide shumë të mirë dhe për të arritur për të patur një portofol si kompani mund të përhapet në një kohë shumë të shpejtë dhe mund të shohim që vetëm në 3 mujorin e fundit të vitit 2025 mund të ketë që mund të arrijë domethënë që çmimi i Bitcoinit të arrijë dhe në shifrat prej $200.000 Po, dollar. Por nuk besoj se do jetë për shumë kohë, që mund të arrijë edhe të rrijë në këto lloj korektime shifrash, ka duke qenë gjithmonë. se po, një rënje e tillë domethënë pritet të ndodhin nëse kjo arrihet brenda një afati kohor shumë të shpejtë. Por nëse realizohet në themi në terma kohor më pak, pra nëse merr më shumë kohë se sa një vit, mund të shohim që Bitcoini mund të arrijë në shifrat e 250.000 dollar në vitin tjetër, pak a shumë në kuarterin e dytë, që Po. parashikohet diçka e tillë që të jetë pak më stabil. Gjithashtu është shumë e rëndësishme domethënë që të ndiqet dhe Microservice, që është një nga kompanitë më të mëdha në Amerikë dhe aktualisht ata kanë arritur të kontrollojnë rreth 2.5% të gjithë bitcoinave që janë të prodhuar aktualisht në treg. Pra janë një nga liderat e kompanive kryesore në Amerikë që kanë arritur të blejnë dhe kanë në zotërimin e tyre 2.5% të gjithë bitcoinave që janë në qarkullim. Dhe kjo e ka bërë, do të thënë që ata të jenë goxha të suksesshëm në le të themi pritshmëritë e kompanive tjera që mendonin Po. se do dështonin dhe kanë goxha fitime dhe rritje të vlerës së kompanisë së tyre. Ndërkohë në lidhje me zotërimet e amerikanëve, edhe në bazë të diskutimeve që ne po bënim pak më parë, janë rreth 50 milion amerikanë që zotërojnë Bitcoin, ndërsa janë rreth 37 milion amerikanë që zotërojnë arin. Pra, sigur se ju e thatë, kultura e amerikanëve për Bitcoin dhe asetet e tjera digitale është shumë e lartë, pra kanë tendencë për t'i blerë. Por në Shqipëri, kemi dhëna, kemi trende se si e kemi përqafuar në këtë teknologji, këtë risi? Po, në Shqipëri po ndodh diçka që shumë prej atyre shqiptarëve që janë të larguar tashmë nga Shqipëria dhe jetojnë në vende të ndryshme të Europës, ë kanë këtë interesin për të mësuar se çfarë ndodh në Europë, në ekonominë europiane dhe ndryshe nga këtu ku jemi ne që kemi një ligj dhe shumë pak informacione ka Po, nga njerëz që merren me investime në kriptomonedha apo thjesht le të themi përqendrimin apo interesin që kanë për kriptomonedhat dhe për Bitcoinin sigurisht. Po ndodh kjo informacioni që vijnë nga njerëz, miq, familjarë që janë andej ku i sugjerojnë ose i ftojnë ose gjithashtu dhe dërgojnë fonde nga vende të ndryshme të Europës me anë të kriptomonedhave. Besoj dhe kam parë, do të thënë vetë që shumë njerëz kanë alokime, do të thënë në monedha të ndryshme, në, do të thënë që kanë investuar dhe kanë një portofol të mirë në kriptomonedha, por që jetojnë më shumë jashtë territorit shqiptar. Kjo për shkak se andej po, është më e lehtë për të patur akses në këtë lloj tregje financiare. Bankat kanë një lloj tjetër afrimi rreth këtyre kriptomonedhave, pra nuk është e ka shtrëngimi apo limitime në sa mund ti të investosh apo mënyrën se si mund të investosh dhe më pas të tërheqësh fitimet e tyre. Pra është diçka një trend, do të thënë që po fillon dhe po përhapet në Europë, duke qenë se shqiptarët janë bërë pjesë tashmë e këtyre shteteve europiane, pra kanë të drejtë të plota, e kanë mënyrat e pagesave të rregullta, e kanë të lehtë për ta blerë si aset dhe më pas dërgohen dhe ftojnë edhe familjarët e tyre, domethënë që ndodhen në Shqipëri, që të marrin pjesë. po. Në Shqipëri është disi situata më ndryshe, jo shumë persona, në themi, besojnë, po i duhet më shumë kohë, në që ta studiojnë ose të lexojnë për tyre, por ndodh që kur i thot një i afërm, që mund të jetë një familjar i tyre ose dikush i pjesë e familjes, ndodh një interes i direkt, i Po, menjëhershëm. E harrojnë gjithçka, domethënë çfarë kishin në mendjen e tyre dhe
fillojnë domethënë të interesohen, të pyesin, të bëjnë se si mund të blejnë, se si mund të investojnë dhe të krijojnë një portofol. Gjithmonë është ajo çudia që kur Bitcoini arrin një çmim të lartë, të gjithë kanë interes për të futur, pra kur Ndërkohë, bie çmimi, kam interesi bie i këtyre aseteve. kam përshtypjen sjellja e tyre, sjellja sigurisht është edhe sjellja e investitorëve, duhet ta blesh kur është çmimi i ulët, nuk mos pretendosh ta blesh kur çmimi arrin rekord, sikurse është sot Bitcoin. Duhem pritur disa ditë sepse korektohet dhe pra të paktën kështu funksionon, pastaj surprizat gjithmonë ekzistojnë. Kjo është kjo është ajo që unë i sugjeroj të gjithëve, do të thënë që blihet një aset kur është me ulje, kur është në discount, pra kur shifet ajo shifra që është me 30% ulje. Ajo është mënyra, momenti më i mirë Po, për të blerë. Dhe kjo është ajo pjesa ku njerëzit le të themi ka shumë që gabojnë, që shikojnë që okay, çmimi u rrit dhe po futem dhe unë si gjithë të tjerët që ta blej që tani se mos rritet akoma më shumë. Por këta lloj le të themi tregtarësh që futen në këtë lloj momente, këta janë ata që i bëjnë le të themi ata persona që e kanë blerë me çmim të lirë të fitojnë. Këta po, bëhen në një farë mënyre fix. shpërblyerësit e atyre personave që e kanë blerë më para. Pra, gjithmonë është e rëndësishme që të shikohet mirë, me kujdes, komplet historiku, se si është trajektoria e çmimit që ka ecur dhe janë ato pjesët ku krijohet një farë boshllaku, pra që njerëzit shesin dhe mund të jetë momenti i mirë për një person të dytë që të blejë. Dhe diferenca në çdo rast është informacioni që secili merr. Informacioni është aty, thjesht duhet filtruar, duhet parë. Ndërkohë, Dorian, një tjetër risi për sa i përket këtij tregu, por edhe shërbimeve financiare në tërësi, është DeFi, nëse e themi shkurt, apo Decentralized Finance. Çfarë është kjo dhe e kemi përqafuar ne në vendin tonë? Decentralized finance është financa e decentralizuar, po në një farë mënyre është le të themi financa pa patur nevojë që ti të shkosh në një bank, pa patur nevojë për një bankier ose pa patur nevojë për një financier që të udhëheqë ty në këtë investim që ti do të bësh në Po, botën e kriptomonedhave. Pra e anashkalon këtë pjesë dhe je ti ai që e kontrollon të gjithë pjesën tënde financiare. Ë për ta përdorur, le të themi, financën e decentralizuar, duhet kalosh një tip faze. Pra faza e parë është që ti mëson se si funksionojnë monedhat virtuale, se si mund të arrish të kesh një sasi prej tyre që pra ta blesh atë dhe ta kontrollosh në portofolin tënd dhe aty më pas pasi ke krijuar një farë portofoli dhe mund të ketë një vlerë le të themi edhe një vlerë minimale, nuk është se ka limite në këtë gjë, aty fillon pastaj që ti dhe mund të jesh i aksesueshëm në financën e decentralizuar. Pra ajo pjesa ka një tip fillimi që mëson më fillim se si funksionon dhe aty kem pastaj akses në financën decentralizuar. Ë ata që kam parë dhe kam dëgjuar, do të thënë në për tregjet në tregun shqiptar po. janë persona që kanë një farë kapitali të madh në gjendje dhe për ta diversifikuar këtë në një farë mënyre kanë bërë alokime në financën e decentralizuar. Pra një shumë le të themi në USDT që është një nga kriptomonedhat më të vlefshme Po, në tregun e që monedhave ruan vlerën e virtuale, e dollarit. kanë që ruan vlerën e dollarit dhe ka të njëjtën vlerë me dollarin 1 me 1, është e kaluar në sisteme financiare të decentralizuara. Kjo të bën ty të mundur, do të thënë që të kesh akses të njëjtë, do të thënë si një person që ndodhet në Amerikë, në Australi apo në vende të tjera të Europës dhe të marrësh po të njëjta benefite në përqindje vjetore apo mujore që këto lloj sistemesh të financave të decentralizuara të japin. Por ka një farë le të themi kapitali që duhet të kesh në gjendje për të arritur për të futur në këtë treg dhe të jesh pjesë e këtij tregu dhe një farë eksperience që duhet ta Sigurisht. marrësh në fillim, duke qenë se dhe koha e investimit në këto financat e decentralizuara sistemet, le të themi, kërkon një farë eksperiencë dhe zakonisht janë investime që bëhen për afat kohë shumë të gjatë. Pra
minimumi besoj që duhet të jetë diku tek 2-3 vite si fillim që ti më pas të arrish të kesh një alokim shumë të mirë aty dhe gjithashtu dhe një përqindje shumë të mirë vjetore që mund të arrish të marrësh me atë investimin që bën. Ndërkohë, në aspektin e nëse një individ për shembull vendos të hap një portofol, të investoj disa 100, 200 apo 500 euro për të blerë kriptomoneda të caktuara. I gjithë ky proces, nga kalimi i parave nga banka tek portofoli, është i vështirë në vendin tonë, sepse disa banka madje nuk lejojnë fare të kalosh drejt për drejti në një portofol të caktuar. Po, kjo gjë është e vështirë në vendin tonë. Zakonisht njerëzit që kam biseduar, ka shumë mënyra, do të thënë që ata hapin. E para është me familjarët e tyre, do të thënë që kanë jashtë. Po, Mundohen që ata ta blejnë, do të thënë, një monedë virtuale dhe t'ia dërgojnë këtyre në një portofol që këta kanë krijuar vetë dhe kjo është ajo pjesa ku fillojnë edhe bëjnë ato tregtimet e para ku blejnë disa monedha. E dyta është që mundohen të shkojnë në vende jashtë Shqipërisë. Zgjedhja e parë besoj që gjithë tashmë e dinë është Kosova, ka një po. liri shumë të madhe në pjesën e aksesimit të kriptomonedave. Është shumë e thjeshtë, domethënë në pika fizike, në persona që shesin e blejnë e shkëmbejnë, ka shumë akses të mundshëm aty dhe ku vjen dhe shkojnë gjithashtu edhe për vizitë, domethënë thjesht për ta parë dhe për të mësuar se si mund të merren këto monedha. Maqedonia gjithashtu ka një liri në tregun e shkëmbimit të kriptomonedave, Malizi më shumë kur pjesën e verës, domethënë që ka turista, shqiptarët gjithmonë e kanë pasion këtë pjesën që shkojnë në këto vende turistike dhe aty kam dëgjuar shumë që ka kërkesë për të blerë, për të shitur kriptomoneda. Dhe besoj rajoni rreth nesh është Është më i shumë lirë mirë. në tregtimin e këtyre monedhave dhe nuk është se kanë shumë komplekse apo le të themi pasiguri në treg. Pra janë shumë të Po. hapur në tyre, investojnë gjithë kohës dhe mosha besoj me persona që kam njohur unë mund të arrijnë dhe persona mbi 50-60 vjeç, do të thënë që kanë një uri shumë të thella mbi kriptomonedhat që i kanë investuar prej kohësh dhe vazhdojnë akoma dhe tregtojnë, do të thënë kur Po. shohin mundësi për shkëmbim. Dhe për ta mbyllur bisedën me Bitcoin Pizza Day, kjo ditë ka të bëj me ju zhvilluat gjithashtu edhe një event ditën e dieshme me këtë rast. Ndodhi për shkak të rekordit në çmim apo ndodh për asaj historisë legjendare blerjes së dy picave nëse nuk gaboj me rreth 10.000 Bitcoin? Kjo gjitha ndodh për shkak se një person në Amerikë, më thënë, bleu 2 pica për 10.000 Bitcoin dhe çdo vit ka filluar dhe kjo histori është treguar her pas here, duke krahasuar edhe çmimin e Bitcoinit, domethënë që ka qenë nga 2010-a deri tani, është bërë dhe ajo llogaritja e famshme që ato 2 pica mund të kishin kushtuar të paktën 1.1 bilion dollar tani në këtë kohë, domethënë që jemi me çmimin e Bitcoinit Po, prej 111.000 dollarë dhe ka filluar si trend që para 7 vitesh, domethënë që festohet gjithmonë kjo ditë. Besoj që si le të themi histori që përsëritet gjithmonë vit për vit, ka bërë mbase të mundur që edhe njerëzit ta shikojnë, që edhe çmimi i Bitcoinit po rritet dhe mund t'i kenë futur edhe disa persona të tjerë gjatë këtyre 2 javëve të fundit, domethënë që janë marrë dhe kanë po. investuar thjesht për ta parë dhe për ta parë se derisa mund të shkojë çmimi i Bitcoinit. Por është një festë që po organizohet tani tashmë edhe në Shqipëri, është viti i dytë që organizua, njerëzit ishin goxha të lumtur le të themi, jo vetëm për picat që ishin blerë me atë çmim, por më shumë të lumtur edhe për çmimin e Bitcoinit, do të thënë që Sigurisht. arriti një pikë të re të lartë. Ndodhen të dyja në një ditë. Dorian, ju falenderoj Po. për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë të mbarë.